të njerëzit, po përdoret veç për keq, edhe nuk po ka gjana të mira në të, çka mendon ti? Ose çka ju kishe përgjigj, çka ju përgjigjesh njerëzve nëse ka një mendim tillë? Faktikisht, TikTok është nashta rrjeti social më i mirë që të kallëzon se kush je. Çfarë është algoritmi i përsosur sa që për 10 minuta me njerë ka më ta personalizu që atë algoritëm dhe ka më qitë video që aty do me këshyrë. Tash nëse ty për të qetë video të këshia jo edukative ose video banale, nëse mujna me thonë, atëherë ti jetu interesu dhe jetu të i këshyrë që të video. Mu personalisht më dorin kamera edhe telefona dhe teknologji, edhe So videografi. Get Ready With Me, ty nuk dalin trikave. Rall, najherë. Adin, kështu që është na vetë si popull... Shbrasje, ndalë kur me këshyrë një qikë të bu gati? Po, ato më dalin. Po, kryesisht, TikTok u servan që aty do me këshyrë. Kështu që nëse masa ato i këshyrë që ato sene degradu, se atëherë është fajt e masa ju të TikToku. Se këtë varët që është... Pra ti po thu që po i thu njerëzve që ato që ka eshe, a je. Andaj nëse po duke degradu se i bije që ka diçka elemente që qasaj që ti po eshe, e ke në karakter tëndin. Faktikisht, po. Interesante, se pas na dëgju si mendim ma herët. Në pjesën e TikTokut, kemi pa që shumë njerëz të kjo pjesa e të dhezmes, apo klikimeve dhe videove virale. A shihet sot ma ndryshë një biznes që nuk promovuhet edhe nuk ka llogarit vetën TikTok? A ka më pak gjasa që me qenë në hap edhe kaq i përhapu në mas? A gjykohet me njerë, as ki TikTok? Faktikisht, në qatë kone pandemisë, dhe më thonë 2020, këtë në konë shumë, u konë tabu për TikTok, këtë kanë kesh me TikTok. Jo mos e qile se TikTok i për fëmija në kënej, po tani me kohën, pandemik, njerës nuk ishin që me bu, këtë e mërshin ka pak, një familjarë tani edhe një, dhe tani u bu një farë që nëse s'ki TikTok tash je edhin out pak, edhe sidomos për biznes është, dyqysh është free, pse mos me përdor për me shty biznesin tënë çfarë do mënyre, TikTok është, edhe në momentet, TikTok nuk është shumë serioz si platformë, kështu që biznesit duhen me përdor që ato me nej në avantaj tyne edhe me thy qatë barierën biznes klient, po ma shumë si me pas si shok me zveti, për që ata bizneset jashtë për shambull kanë shumë sukses me TikTok. Se njerëzit bëhen si shok me biznesin, jo veç si klient këtë rast. Po, krahas bizneseve, që mendon për personazhe tjera, personazhet publike që llogaritën, ta marr shembull vetën e kam më të lehtë. Jam prej 14 vitesh në këtë punë, edhe s'kam TikTok, jo për ndonjë nga ato mendimet që mendoj se është degradus, po thjesht ndihem pak e vjetër për këtë punë, se nuk po i kuptoj disa, për shembull nëse du me editu një video ose diçka. A jom out shoqërisë? Nuk menoj, a ditë qysh, tash është këtë çështje preferenciale. Unë nuk e përdori Facebook-un, babi jam kanë janë thotë që të kom shku diçka në Facebook, më thëmë që më hiqe një ava. Kështu që është veç çështje audiencash ndryshme që dikush është interesu ma shumë në Instagram, dikush TikTok. Të më thonë, menoj çështje preferenciale edhe përsa ku je në njën për rjetëve sociale, atër nuk menoj që javë. Nëse je komplet jashtë të rjetëve sociale, halal të koft. Jo, Instagramin e qaju, ne? Halal të koft, ashtu, po është këgja problem në ditë sotit me konë, mës me konë asë një rjetë sociale. E vërtet. Po edhe po ja shojmë hajri, në ka benefitet e veta, nuk bën me i muhu. Të kom thirë këtu edhe për më najdon disa këshilla kështu publikisht, sepse fatin për me i dëgju këto këshilla e kanë edhe ata që t'ndjekin edhe ju del në për TikTok, po me shfridzu si pjesë edhe në takimin tonë. Për shembull, qysh me rujt baterinë në telefonit, është një prej këtyre problemeve, sidomos ose s'po i ndaj me gjini, po e di që vajzat, nështë ta shoqë dhe mija dhe unë ankohemi shumë ati për të, sepse sigurisht e shfrydzojmë, nështë ta ma ati për. A ka në i trik të kësaj? Kryesisht janë dësane bazike, po nuk është që mund është me bona i sen ku me ditë sa për me rujt. A se bateriat e telefonit janë që degradohen me kohën. Mas 5 vjetë nuk ka me kohën e njëjta fushie baterist në të njëjtin telefon. Për që ta është ajo battery health ose shëndeti baterisë telefonit që dhe kinë në setting sa mund është me po gjithë sa ka kapacitetin. Mas 2 vjetë e bjen 90%, dhe me thonë nuk mundet po me ofru që ato. Dashta sanet kryesore është mos e le më të ra telefonin kur në 10%, edhe mos e mosh ma shumë se 90%. Mos me mbush ma shumë se 90%? Po, me majt që aty dykon, dhe me thonë 20 dhe 80 të në kohën më mundu me majt, për shkak që bateria funksionon kogja si një farë parkingu i kerëv. Nëse në fillim, nëse është bateria 10%, ato ka më shumë ma shpejt, parkingu së është parkingu i thotë,
Po kur të janis 90%, kam e lypë shumë ma shumë rrym në atë aspektin që kam e marrë shumë ma shumë kohë edhe kam e degradu baterin me kohën dhe i të gjenë parkingat e vetë në këtë rast. Kështu që qaj është nashta seni kryesor, një seni vogël është me majtë telefonin dark mode për shkak që ekranat sot janë OLED, ekranat OLED kur është ngjyra e zezë i nal pikselat harxhon më pak bateri, edhe ky seni që i hekin aplikacionet mos i let hapuna se kryen punë kur gjë është, domethënë veç përkundrazi të harxhon më shumë bateri. Për shkak që ramat së telefonit janë kogja të avancuar, kështu që kur është i hapur në aplikacione ai rrën aty, po kur të nalti aplikacionin jetu është kur të hendan e apet në aplikacion jetu është komplet procesimin për zeros me hap, kështu që ama këtu janë kicanet vogla. Nëse i bën krejt tani më nashta me pak diferencë, po kryesisht bateriat janë kogja të avancuar tash edhe shumica telefonave kanë bateria të shumë të mira, kështu që pak zvyn nashta përpara u duf më shumë i nejt gati, tash nuk ka shumë sene që më nësh me bo me nej. Besoj e ke dëgju këtë hallin që është shpesh diskutua dhe një farë lloj teorie kështu konspirative që mos e bë update versionin e ri se e kanë bu Apple me qëllim se ti me ndru telefonin se mandej ty po të prishet e po të ngadalsohet. E ke dëgju besoj? Po. Tash, kjo ndodh biles që para disa minutave që ta një video për updatein e ri që ka me ardhë në qeshor të Apple-it edhe si del